Si të ndaloni për 2 minuta dhimbjet e dhëmbit gjatë natës pa shkuar te dentisti? Dhimbja e dhëmbit është diçka për të cilën të gjithë e kemi përjetuar të paktën një herë në jetën tonë. Sipas një sondazhi, më shumë se 90% e të rriturve kanë pasur një formë të prishjes së dhëmbëve. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse në këtë video do të paraqesim disa mjete të mira juridike shtëpiake të cilat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të dhëmbëve dhe gjithashtu do të lehtësojnë këto shqetësime, sidomos nëse ju kaplojnë gjatë orëve të mbrëmjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe kjo është një arsye e mirë pse do të paraqesim në këtë video disa mënyra alternative, të cilat do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e situatave tuaja emergjente dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Por, ne fuqimisht ju rekomandojmë që nëse jeni shtatzan, ushqeheni me gji ose keni ndonjë gjendje mjekësore që ndikon më pas me përbërësit bimor, të konsultoheni me ekspertin përpara se t'i përdorni këto mjete. Më shumë këto mjete mund të përdoren në orët e vona të mbrëmjes kur e keni të vështirë të shkoni te dentisti për të marrë edhe trajtimin e specializuar. Se keni dhimbje të dhëmbit në mes të natës dhe nuk keni mundësi të shkoni te dentisti deri në mëngjes, përdorni këto teknika dhe më pas merrni trajtimin e rekomanduar nga eksperti. Shpërlani gojen tuaj me ujë të kripur. Uji i kripur është gjithashtu një dezinfektues shumë i rëndësishëm, lehtësues i këtyre komplikacioneve dhe mund të sjellë rezultate mjaft të mira në shëndetin tuaj dentar. E gjitha ajo që duhet të bëni është të përzjeni gjysmë lugë krip në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta përdorni atë në formën e gargarës. Kjo mënyrë do të parandalojë entjen dhe do të pastrojë zonat rreth dhëmbit tuaj, duke ju ndihmuar që të keni një shëndet më të mirë dhe gjithashtu të keni më pak dhimbje gjatë natës. Është një mënyrë teknike shumë e këshilluar që mund të ndihmojë në menaxhimin e situatave tuaja emergjente derisa të merrni trajtimin e specializuar nga dentisti. Përdorni hidrogjen. Peroksidi i hidrogenit është një lehtësues shumë i mirë i dhimbjeve të dhëmbit dhe mund t'ju ndihmojë ndjeshëm t'i menaxhoni ato. Ajo që ju duhet në këtë rast është që vetëm të zvogëloni dhimbjet e dhëmbit derisa të merrni trajtimin e specializuar. Ju mund të përdorni atë në formë gargare njësoj siç mund ta përdorni edhe ujin e kripur. Për të përdorur këtë, duhet të përzjeni të paktën 3% peroksid hidrogjeni me pjesën e barabartë me ujë. Mos e gulltisni atë. Gjithashtu kjo do të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese në rastet tuaja emergjente. Mund të përdorni gjithashtu karafilin ose vajin e karafilit si një lehtësues shumë i mirë i dhimbjeve të dhëmbit. Karafili ka qenë një trajtues i dhimbjeve të dhëmbit që në kohët e lashta, pasi përmban gjithashtu elemente eugenoli të cilët kanë veprime të mira antiseptike natyrore. Me një pikatore vendosni një sasi të vogël të karafilit plur mbi dhëmb ose e kafshoni pak karafil për të nxjerrë gjithashtu edhe vajin e tij. Gjithashtu mund të përdorni sasi të vogla të vajit të karafilit, të paktën 2 pika vaj karafili dhe ta vendosni atë në zonën ku keni dhimbje. Kështu do të lehtësoni shqetësimin tuaj dhe do të keni një zgjidhje mjaft të mirë lehtësuese, sidomos në orët e vona të natës. Kompresat e ftohta gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese e situatave tuaja emergjente. Një kompres e ftohtë është efektive për çdo lloj dhimbje që mund të përjetoni, sepse do të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e tyre. Përdorni një pako akull ose vendosni akullin në një qese plastike dhe mbështirni atë me një leckë të hollë. Vendoseni këtë në vendin ku keni dhimbje dhe e mbani ashtu për të paktën 15 minuta që nervat dhe inflamacioni juaj të çojnë dhe të keni gjithashtu një lehtësim më të mirë në këto situata emergjente. Një tjetër produkt fantastik që mund t'ju vijë në ndihmë për dhimbjet e dhëmbit gjatë natës është edhe hudhra. Hudhra njihet si një përdorues me veti të mira medicinale. Ajo vret bakterie të dëmshme dhe punon si një lehtësues i dhimbjeve të dhëmbit. Mënyra më e mirë e përdorimit të saj është që të bëni një pastë
dhe ta vendosni atë në zonën e prekur ose të përtypni ngadalë një thelbi hudhër. Ju mund të përsërisni këtë trajtim derisa dhimbja të zhduket njëkohësisht. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe gjethet e guajvës. Gjethet e tilla janë me veti antiinflamatore dhe antimikrobike. Ato jo vetëm që lehtësojnë dhimbjet, por do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit tuaj dëntar dhe do të ofrojnë një çfryrje më të mirë të mishrave të dhëmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Thjesht përtypni 1 ose 2 fletë derisa lëngu fillon të punojë dhe dhëmbi të qetësohet, ose vendosni disa gjethe në një valë e lini që lëngu të freskohet në një temperaturë të ngrohtë dhe më pas mund të shtoni gjithashtu edhe kripën e detit. Kjo është një mënyrë natyrale alternative që në kushte shtëpie mund t'i jap një zgjidhje mjaft të mirë lehtësuese në dhimbjet e forta të dhëmbit gjatë natës. Bari i jeshil. Bari i jeshil ka veti antibakteriale që ofron përfitime të mira afat shkurta dhe afat gjata, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e dhimbjeve të dhëmbit. Mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe të ulë gjithashtu edhe dhimbjet e forta gjatë natës. Kështu do të keni një përzgjedhje mjaft të mirë lehtësuese në shëndetin tuaj dëntar. Për rezultate më të mira mund ta përtypni atë direkt ose gjithashtu edhe të bëni gargar. Ai heq toksinat nga mishrat e dhëmbëve dhe jep rezultate fantastike në zvogëlimin e irritimeve të tyre. Edhe qepa është një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese, madje edhe lehtësuese kundër dhimbjeve të dhëmbit. Qepa do të përmbajë fitokimikate që shënojnë një ulje të mikrobeve përgjegjëse për infeksione dhe ju ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit. Mënyra më e mirë për të përdorur atë është të prisni një copë qep dhe ta përtypni në anën e gojës ku keni dhimbje. Kjo lejon që lëngu nga qepa të drejtohet në dhëmbin ku keni dhimbje. Nëse dhimbja është shumë intensive kur e shtypni, mund të përdorni një gisht për të mbajtur pjesën e qepës direkt në zonën e prekur. Edhe si kur dhëmbët tuaja t'i keni të fortë dhe të pastër, keni ende mundësi që të përjetoni dhimbje të ndryshme të tyre. Pra ju mund të mbani këto teknika në kushte shtëpie dhe të ndani pikpamjen tuaj në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit. Kjo është një teknikë që mund t'i japë shumë përfitime në lehtësimin e dhimbjeve dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Dhimbja e dhëmbit mund të prekë kudo dhe kurdo dhe mund të jetë e vështirë të menaxhohet në situatat e natës së vonë. Uji i ngrohtë me kripë është një prej alternativave që rekomandohet më shumë nga ekspertët për të qetësuar kështu dhimbjet të dhëmbit. Nëse përzjeni pak kripë me ujë të ngrohtë dhe e vendosni atë në gojën tuaj, kjo do ju mbajë edhe në qetësim dhe do të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet tuaja të dhëmbit, derisa të merrni trajtimin e specializuar ditën e ardhshme. Përsëriteni këtë procedurë 3 ose 4 herë dhe do të shpëtoni nga dhimbjet e forta të dhëmbit. Pasta me sot buke gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre llojeve të dhimbjeve. Zakonisht kur keni entje dhe dhimbje dhëmbi, soda e bukës mund të jetë një ndihmëse shumë e mirë në lehtësimin e situatave emergjente. Përdorimi i kësaj teknike bëhet në këtë mënyrë. Në pastën e dhëmbëve shtoni pak sot buke dhe i lani dhëmbët me këtë përmbajtje. Brenda pak minutash, dhimbja e dhëmbit do të lehtësohet ndjeshëm. Ose mund ta aplikoni gjithashtu akull dhe përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu shumë qetësuese në situatat tuaja emergjente. Të gjithë e dimë se akulli është gjëja e parë që ne marrim për aplikimin ku kemi entje. Madje edhe në këtë rast përdorimi i tij mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i situatave tuaja emergjente dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Gjithçka që duhet të bëni në këtë rast është të merrni një qese me akull, ta mbështillni me një leckë ose edhe me një robë mikrofiber dhe ta vendosni atë në vendin ku keni dhimbje. Kjo do ju ndihmojë të qetësoheni më shumë dhe të parandaloni gjithashtu komplikacionet që shkaktojnë dhimbje të tyre. Do ju ndihmojë që të keni gjithashtu një trajtim më të mirë në kushtet e natës së vonë. Vëmendje! Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.